Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum wa qtada bihadihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Falënderimet kulmore I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit të kësaj gjësie. Përshëndetjet tona të përzemërta ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve muslimane që ndjekin e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut Azza wa Jall qoftë gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. E lusim Allahun që Allahut na jap dije të dobishme, na jap rrezik të zgjeruar dhe të na pranoj veprat në jetën e kësaj bote. E lusim Zotin fuqiplot që pasi të marrim dije të dobishme, ta implementojmë në jetën tonë, ta implementojmë në çdo hap që e hedhim në jetën e kësaj bote. Sepse qëllimi kryesor I marrjes së diturisë është praktika me të. Kjo është një lloj dëshire dhe vullneti që e ka përcaktuar Allahu Azza wa Jall për njerëzit në përgjithësi. Përndryshe, marrja e diturisë për lavdërim, marrja e diturisë duke mos e pasuar atë me veprim, atëherë do të jetë kundër argument për të gjithë neve në ditën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, këto takimet të cilat jemi duke I bërë me juve së bashku dhe duke komentuar një prej haditheve madhështore të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kemi titulluar si hadithi Gjibrilit, pra e lusim Zotin që të na bëjnë dobi në jetën e kësaj bote, na përmisojnë, na bëjnë njerëz më të mirë dhe përmes këtyre përfitimeve të praktikojmë jetën e kësaj bote që t'jetë I kënaqur Allahu Azza wa Jall me neve. Kemi shpjeguar në serin tonë të ligjëratave me trego për Islamin, për ngjarjen e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me një beduin nga shkretira, ku e pyet për Islamin, imanin, dhe pastaj vazhdon ta pyet për ihsanin dhe I përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këto 3 burimet të fuqishme të shariatit. Pastaj vazhdon dhe pyet për kiametin, se kur është kiameti, dhe pejgamberi I thotë që unë nuk e di kur është kiameti. Sikurse ti që nuk e din, as unë nuk e di se kur është kiameti dhe kur do të ndodhë, është në diturinë e Allahut Azza wa Jall. Pastaj e pyet për shenjat e kiametit dhe neve kemi hyrë tek shenjat e kiametit dhe kemi ndarë në shenjat e vogla dhe në shenjat të mëdha të kiametit. Pastaj kemi shpjeguar se shenjat e vogla të kiametit ndahen gjithashtu në 3 lloje, shenjat të cilat kanë ndodhur, shenjat të cilat janë duke ndodhur dhe shenjat të cilat ende nuk kanë ndodhur, por pritet që të ndodhen. Dhe kemi përmendur disa prej tyre me argumente nga Kurani dhe Suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa kemi arritur tek shenja e fundit që disa prej dietarëve konsiderojnë se është prej shenjave të vogla të kiametit, e disa të tjerë konsiderojnë se është prej shenjave të mëdha të kiametit, kurse disa të tjerë thanë se është shenjë mes shenjave të vogla dhe shenjave të mëdha, që është pra ardhja e Imam Mehdiut. Kush është ky person? Në çfarë kohe do të vije? Çfarë do të veprojë në mesin e njerëzve? Çfarë kohe dhe në çfarë rrethanash do të gjendet ai person? Cilat janë karakteristikat e tij? Cila është vlera e tij? Nga cila familje buron, do t'i kuptojmë të gjitha së bashku. Imam Mehdiu, një emër të cilin e kemi dëgjuar shumë prej nesh si musliman dhe muslimane. Njëra prej shenjave të vogla të kiametit e që është afër shenjave të mëdha të kiametit. Pra Imam Mehdiu konsiderohet si shenjë mes përfundimit të shenjave të vogla të kiametit dhe
pastaj si fillim I shenjave të mëdha të kiametit. Sepse me të vije edhe Isa a.s. në kohën e tij, pastaj edhe Dejjalli e kështu me radhë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na shpjegon për shenjat e mëdha, thot nuk do të ndodh kiameti derisa të ndodhin 10 shenja dhe përmend Dejjallin, zbritjen e Isës a.s. Andaj zbritja e Isës a.s. do të bëhet në kohën e Imam Mehdiut. Andaj kjo I ka shtyr dietar që të polemizojnë pra se është prej shenjave të mëdha apo prej shenjave të vogla të kiametit. Sido që të jetë. Sa I përket Imam Mehdiut, janë 2 ekstreme në mesin e njerëzve. Disa prej njerëzve I mohuan të gjitha hadithet të cilat kanë ardhur për Imam Mehdiun, duke konsideruar se ato nuk përkojnë me logjikën e shëndosh të njeriut. Dhe I kanë refuzuar të gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse ato ishin autentike. Ky është një grup ekstrem. Dhe grupi I dytë është grupi I cili I pranoi të gjitha hadithet që kanë të bëjnë me Imam Mehdiun, derisa edhe shpiken trillime të shumta sa I përket këtij personaliteti. Dhe disa prej tyre edhe mendojnë se ai është I gjallë, vetëm pritet që të dalë në skenë. Kurse mesatari është çështja më e mirë në fenë tonë islame. Ne jemi umet, popull që jemi mesatar. Mesatar jo në kuptimin të jemi mes 2 pikave në epicendrën e mes, por mesatar në kuptimin e argumentit, në kuptimin e drejtësisë me atë që e mësojmë dhe e flasim. Siç thot Allahu Jelle Jalaluhu, "Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida." Dhe neve ju kemi bërë juve popull mesatar, pra që gjykoni sipas Kur'anit dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, pra ehlu suneti dhe xhamati është në atë besim se hadithet që kanë ardhur autentike, pra që flasin për Imam Mehdiun, duhet t'i besojmë, sepse janë brenda sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e kemi obligim të besojmë fjalët e tij, veprat e tij dhe miratimet e tij. Siç Allahu azza wa jalla thot: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhamedi alayhis salam nuk flet nga hamendja e tij, por flet nga ajo që I shpallet nga Allahu Jelle Jalaluhu. Për këtë arsye, hadithet autentike duhet t'i pranojmë për Imam Mehdiun. Edhe pse se ndonjëherë nuk mund të përkojnë me logjikën tonë, edhe pse janë çështje që hyn tek ghaibiyat, tek çështjet që neve nuk I dim, janë pra çështjet që I përkasin të ardhmës. Mirë, po nëse janë hadithe autentike të vërtetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato duhet t'i besojmë siç I besojmë shumë hadithet e tjera, të cilat kanë qenë dhe kanë folur për të fshehtën, por ato kanë ndodhur dhe I kemi parë me sytë tanë në kohën në cilën neve po jetojmë. Andaj Allahu thot: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ajo çka ju vjen nga I dërguari merreni, dhe ajo çka ju ndalon I dërguari, pra largohuni prej saj dhe ndalohuni prej saj. Për këtë arsye, pra neve duhet të bindemi që ka hadithe autentike që një pjesë e madhe e dietarëve, por edhe sahabëve si transmetues I kanë transmetuar në mesin e njerëzve sa I përket pra çështjes dhe tematikës e Imam Mehdiut. Për këtë arsye, disa prej transmetuesve rreth kësaj çështje janë Ebu Said el-Khuduriu, Ummu Salama, Abdullah ibn Mas'udi, Abu Huraira, Qurratul Muzani e disa prej transmetuesve të tjerë nga ana e sahabëve. Për këtë arsye, transmetimet të cilat na vijnë për Imam Mehdiun, siç thot Imam Ibnul Qayyim el-Jauziyje, Zoti qoftë I kënaqur me të, janë 4 lloje. Hadithe të sakta autentike, hadithe të cilat janë hasan, pra një grad më të ulët se sa hadithe sahiha, edhe pse edhe ato pranohen, hadithe të dobta, pra lloji I tretë, dhe lloji I katërt, hadithe të shpikura. Neve jemi të obliguar që të marrim hadithe të vërteta, pra autentike ose hadithet hasan që janë I grad më vogël, edhe ato pranohen, kurse hadithet e dobta dhe hadithet të cilat janë të shpikura, pra duhet që ti refuzojmë, dhe ky është pra
Mes kjo është mesatarja e ehlusunetit dhe xhamatit në pranimin e teksteve të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shumë prej dietarëve islam i kanë transmetuar këto hadithe dhe i kanë evidentuar se janë autentike në pjesë të tyre, siç është Imam Es-Sakhawi, Zoti qoftë i kënaqur me të, që ka një libër të rëndësishme dhe ka potencuar për Imam Mehdiun Fathul Mughith. Gjithashtu prej dietarëve është Ebu el-Husein el-Abari, gjithashtu e ka potencuar në një prej librave të tij. Gjithashtu kemi edhe dietar të tjerë si Muhammad ibn Ahmed es-Safarayini el-Hanbali, pra që është prej dietarëve të njohur, e shumë dietarë të tjerë që kanë ardhur me hadithe dhe transmetimet që flasin për Imam Mehdiun. Për këtë arsye, spari duhet ta dim të gjithë neve, a kemi ndonjë isharet, a kemi ndonjë argument që Imam Mehdiu është i përmendur në Kur'an? Sa i përket përmendjes së Imam Mehdiut në Kur'an në formë direkte, nuk kemi argumente. Kurse mund të themi se kemi argumente në formën indirekte, duke bazuar në disa komente të dietarëve islam, të cilët përmes disa ajeteve kuranore që janë cekur në Kur'an famlar, kanë pretenduar dhe kanë komentuar se bëhet fjalë për Imam Mehdiun. Prej këtyre ajeteve është fjala Allahut Azza wa Jall në surën Al-Baqara në ajetin e 114, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Për ta do të ketë dëshpërim në jetën e kësaj bote dhe do të ketë dëshpërim në jetën e botës tjetër dhe do të ketë dënim të madh. Sipas komentatorëve të Kuranit dhe babait të tefsirologëve Imam Taberiut, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot e përcjell nga Saadiu që ka thënë lahum fid dunya khiz. Në këtë botë ata, ajo kategoria njerëzve do të kenë dëshpërim në jetën e kësaj bote, pra është për qëllim ardhja e Imam Mehdiut dhe hapja apo çlirimi i Konstantinopolit. Për këtë arsye, kur vijnë këto ngjarje, do të vriten ata të cilët e mohojnë Allahun Azza wa Jall dhe luftojnë dinën e Zotit fuqiplot. Andaj, pra ardha e Imam Mehdiut do të jetë dëshpërim për pabesimtarët. Çlirimi i Konstantinopolit do të jetë dëshpërim për pabesimtarët. Pastaj ajeti kuranor që vazhdon walahum fil akhirati adhabun adhim, dhe në botën tjetër do të kenë dënim të dhëmshëm, pra do të kenë dënim të dhëmshëm për shkak të mohimit që e bën ndaj dinit të Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu transmetohet nga Kurtubiu që kanë nxjerr nga Katadeja dhe Saadiu se kanë thënë do të kenë dëshpërim pra kur të çlirohet Konstantinopoli, kur të çlirohet Roma, kur të çlirohen Amuria e disa vendet e tjera, do të dëshpërohen pabesimtarët nga ky çlirim i madh. Që i bie pra se disa prej komentatorëve të Kuranit thanë se ajeti kuranor e precizon se dëshpërimi i pabesimtarëve vjen me ardhen e Imam Mehdiut dhe çlirimet të cilat do të bëhen në kohën pra që është afër Imam Mehdiut. Kjo në aspektin indirekt mund të themi se është përmendur në Kur'anin famë më madh. Pra kjo sa i përket Kur'anit famlart. Gjithashtu Imam Mehdiu, për të folur për të kemi shumë informata. Kemi hadithe që janë autentike, por edhe kemi hadithe që janë të shpikura, por neve do të fokusohemi vetëm në ato hadithe të cilat janë të vërteta, sepse kjo është rruga e drejtë e ehlusunetit dhe xhamatit që nuk flet në dinin e Allahut Azza wa Jall me gjëra të cilat janë të shpikura dhe janë të dobta në argumentim. Andaj, kush është Mehdiu? Mehdiu është një burr, është një njeri i thjesht, nuk është pejgamber prej pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Nuk është i pagabueshëm. Është një njeri që do dalë në vendet arabe, pra në gjeziren arabe, respektivisht disa prej dietarëve thonë që do dalë në Mekën e bekuar, nuk është pejgamberi i Allahut Azza wa Jall, dhe as nuk është i pagabueshëm, por do dalë në një kohë kur do të mbizotëroj zullumi dhe padrejtësia në mesin e njerëzve.
Andaj, ky person është pasardhës e familjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi i ehlu bejtit, që është familja e Aliut radiallahu anhu, gjithsesi prej pasardhëve të Husejnit radiallahu anhu, që është gjenez pra nga ana e vajzës e pejgamberit alayhis salam, Fatimes radiallahu anha. Për këtë arsye del në fund të zamanit të shkatërimit të kësaj bote si shenjë paralajmëruese për ardhjen e kiametit. Andaj ajo çka është më saktë në mesin e dietarëve sipas konsenzusit apo shumicës e dietarëve islam është se i takon familjes së Fatimes radiallahu anha, vajza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu rrëzohen disa pretendime të njerëzve të tjerë ose prej shiave të cilët pretendojnë se Mehdiu është nga Irani, do dalë në Iran, ose Mehdiu është prej një familje caktuar shedve, ose Mehdiu është imami i 12 që ka qenë më herët dhe është fshehur, pastaj pritet që të dalë përsëri, e kështu me radhë devijime të ndryshme të cilat nuk i pranohen tek ehlu sunneti dhe xhamati. Por ajo çka është më e sakta është se ai është nga familja e pejgamberit alayhis salam, nga ana e vajzës pra Fatimes radiallahu anha, dhe është prej pasardhësve të Husejnit radiallahu anhu. Gjithashtu, ajo çka vlen të ceket sa i përket Imam Mehdiut është vetë fjala Mehdi. Çka do thotë? Fjala Mehdi rrjedh nga fjala gjuhës arabe që ka rënien tek fjala hudije, që nënkupton për udhëzim, orientim, pra tregim të rrugës e kështu me radhë. Andaj e kundërta e devijimit në gjuhën arabe i thojnë el hidaye, udhëzimi, drita e vërtet. E kundërta e ignorancës është drita, udhëzimi e kështu me radhë. Andaj Imam Mehdiu është quajtur me këtë emër Mehdi sepse do t'i udhëzoj njerëzit në rrugën e drejtë, sepse do të vendos drejtësinë në mesin e njerëzve, sepse do të vendos dritën e Allahut azza wa jalla në tokë, duke i larguar të gjitha padrejtësitë dhe errësirat që i kanë kapluar njerëzit në atë kohë. Andaj për këtë arsye është quajtur Imam Mehdiu, pra imami që do t'i udhëzoj njerëzit në rrugën e saktë, imami që do të sjellë drejtësinë dhe dritën hyjnore në mesin e njerëzve, pasi që ata i ka kapluar pra me të vërtetë një zullum dhe padrejtësi e madhe. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el Mehdiu minna ahl el bejt yuslihuhu Allahu fi lejla. Mehdiu është prej neje, prej familjes time, dhe Allahu do ta përmisoj atë ose me të për një natë. Në periudhë të një nate do të përmisoj Allahu azza wa jall. Për këtë arsye, fjala do të përmisoj Allahu subhanahu wa taala me të i ka dy kuptime. E para Allahu do të përmisoj për një natë me të, nënkuptohet që ai do ta marr khilafetin, do ta marr çeverisjen, do ta marr udhëheqjen e muslimanëve, e cila do të jetë udhëheqje pejgamberike, do të jetë në kuptimin e bazuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptimi i dytë, Allah do të përmisoj me të për një natë, është se Allahu do ta plotësoj nga disa prej mangësive që i ka dhe gabimeve që i ka. Allahu do t'ja falë mëkatet dhe do ta plotësoj, do ta bëjë njeri më të mirë, e pastaj ai do të vazhdojë dhe të vendos drejtësi dhe mirësi në tokë. Pra këto janë dy prej kuptimeve që i kanë cekur dietarë. Gjithashtu thot për dietarëve Ali el-Qari thot Allahu do të përmisoj me të për një natë, brenda natës, sepse do ta përmisoj çështjen e tij dhe do ta ngris drejtën e tij në mesin e njerëzve për një natë ose për një orë, derisa njerëzit të gjithë do të bashkohen për t'ia dhënë besën atij dhe për ta bërë udhëhec të muslimanëve. Pra, tham se Imam Mehdiu është prej familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra nga ana
e Fatimes. Për këtë arsye, thot Hafidh Ibn Kathiri, Mehdiu është Muhammed ibn Abdillah el-Alawi el-Fatimi el-Hasani radiallahu anhu. Pra Mehdiu është Muhamedi i biri Abdullahut që do t'jetë nga gjeneza pra e Fatimes radiallahu anha, vajzës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu hadithe që kanë ardhur për të potencuar se është nga familja e pejgamberit alayhis salam dhe nga ana e Fatimes dhe Husajnit janë hadithe autentike, siç edhe ka transmetuar, pra e ka nxjerr e ka bërë hadithin sahih Sheikh Albani, pra në njërin prej librave në tahqiqun ose recenzimin e Sunenit e Abi Daudit. Pra kemi hadithet e shumta që e potencojnë këtë. Prej haditheve tjera është edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Law lam yabqa min ad-dahri ila yawm, la ba'atha Allahu rajulan min ahli bayti yamla'uha 'adlan kama muliyat jawra." Tha, dhe sikur Allahu azza wa jall ta lej vetëm një ditë pa shkatruar dynjan, Allahu do dërgoj një burr, një njeri nga familja ime, nga origjina e familjes time, që do ta mbush botën me drejtësi, pasi që ishte e mbushur me padrejtësi dhe zullum dhe diktaturë në mesin e njerëzve. Gjithashtu këtë hadith e ka nxjerrë Sheikh Albani dhe ka bërë sahih, hadith të vërtetë. Gjithashtu një prej haditheve të tjera është dhe fjala e pejgamberit alayhis salam, "La taqumu sa'a", nuk do të bëhet kiameti derisa të vijë një njeri nga familja ime dhe ai e mban emrin tim. Pra emri ti është sikurse emri im, dhe këtë hadith e ka bërë Hasan të mirë Sheikh Shuaib Arnauti. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas emrin Muhammed, edhe Mehdiu do ta ketë emrin Muhammed. Babai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pas emrin Abdullah, edhe babai i Mehdiu do ta ketë emrin Abdullah. Pra të dytë quhen Muhammed ibn Abdillah. Dhe pejgamberi sallallahu në hadithet e tjera ka thënë se ai e mban emrin tim, sikurse që kam pasur unë Muhammed, dhe babai i tij do ta mbaj emrin e babait tim që është Abdullahu, Allahu e din më së miri. Ajo që ka vlen të ceket në raport me Imam Mehdiun është se si do duket ai, cilat janë sifatat dhe cilësitë që duhet t'i dim për ta njohur njerëzit. Por këtë do ta shpjegojmë pas një shkputje të shkurtër, pastaj vazhdoj me komentimin e jetës dhe ngjarjeve që do të ndodhin me Imam Mehdiun. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, jemi duke shpjeguar për një prej shenjave të vogla të kiametit, por që janë afër dhe ngjiturazi me shenjat e mëdha të kiametit, që është ardhja e Imam Mehdiut. Dhe kemi arritur tek sifatet dhe cilësi dhe veçoritë dhe karakteristikat të cilat e veçojnë këtë burr të madh. Andaj, nga aspekti i fizionomisë, ky person transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka përshkruar këtë person. E hadithin e ka transmetuar Ebu Said el-Khuduri se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Mehdiu është prej neve, është prej meje, është person i cili ka ball të gjerë, fytyrë të gjerë. Pra, fytyrë të gjerë. Kur e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjuhën arabe fytyrë të gjerë, është për qëllim pra balli i tij duket i gjerë dhe fytyra e tij e ndritur, sepse flokët e tij janë të kthyera mbrapa dhe nuk janë përpara. Andaj kur personi zakonisht i kthen flokët mbrapa, atëherë balli i tij del në shesh dhe fytyra e tij del më e ndritur dhe më e gjerë. Këtë arsye thot, Mehdiu është prej meje, fytyra e tij është e bukur dhe e gjerë, pra balli i tij është i gjerë. Gjithashtu e përshkruan edhe me një përshkrim tjetër duke thënë, dhe hundë e tij është hundë e drejtë dhe hundë e bukur. Kështu e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot ai do ta mbush botën dhe njerëzit me drejtësi, sikurse që ishte mbushur me zullum dhe padrejtësi, dhe do të sundoj në mesin e njerëzve 7
vite. Këtë hadith e ka ba Sheikh Albani Hasan, pra të mirë. Gjithashtu, në një transmetim tjetër thuhet që Mehdiu është nga unë, e ka ballin e gjerë dhe hundën e drejtë dhe të bukur, do ta sundoj tokën për 7 vite dhe do ta mbush me drejtësi. Andaj kjo është realisht përshkrimi i këtij burri të madh i cili do të vijë në një kohë kur njerëzimi do të ketë nevojë për çeverisje dhe për udhëheqje të drejtë, sikurse që është Imam Mehdiu. Secilit intereson se kur do dalë ky njeri. Dhe çdo gjë që flasim për Imam Mehdiun, zakonisht kemi hadithe nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sikur mos ishin këto hadithe të vërteta, neve nuk do të besonim. Por ja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk flet nga hamendja. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që do të ndalë sipas haditheve, ka treguar që do të dalë në kohën e fundit kur do të bëhet kiameti. Në një periudhë kur njerëzit janë të mbushur nga tradhtia, zullumi, padrejtësia, humbja e amanetit, sikurse që jemi duke jetuar edhe në kohën e sotit. Për këtë arsye transmetohet nga Xhabiri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në fund të kiametit do të vjen një person i cili ose udhëheci muslimanëve që do ta shpërndajnë pasurinë me bollëk dhe nuk do ta ruaj. Do ta shpërndajë pra në mënyrë që t'u lehtësoj njerëzve jetën e tyre. Gjithashtu në një transmetim tjetër gjithashtu thuhet se do ta shpërndajë pa llogaritur fare pasurinë për atë i cili ka nevojë. Dhe në momentin që dikush do t'i lyj pasuri, ai do t'ja jap me njëherë. Gjithashtu transmetohet se këtë burr të madh, pasi që do të vendos drejtësi, do të tentojë njerëzit që ta vrasin. Për këtë arsye transmetohet në hadithe të vërteta nga Ummu Seleme radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të vijë tek shtëpia që mund të jetë për qëllim edhe Mekja, pra në atë vend ku do të jetë Mehdiu, dhe do të mundohen disa prej njerëzve në një tokë të shkojnë dhe ta vrasin Imam Mehdiun, por Allah azza wa jall do të shafit të gjithë ata. Ka prej tyre të cilët do të jenë të urdhëruar dhe të imponuar që të shkojnë në atë pjesë edhe pse ata nuk dëshirojnë, ka prej tyre që do të jenë me qëllim për ta vrarë, e ka prej atyre që janë të bashkangjitur në atë rrugë, andaj edhe shpyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ka dhe ata që janë të imponuar dhe ata do të dënohen? Allah azza wa jall do të shafit, mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata do të ngjallen para Allahut me njëtin e tyre. Pra sepse nuk e kanë pasur për qëllim që ta mbysin atë, andaj Allahu do të ngjall me njëtin e tyre. Nëse kanë pasur njëtin për ta mbytur, do të ngjallen me pabesimtarët. Nëse kanë pasur për qëllim diçka tjetër, atëherë do të ngjallen sipas njëtit të tyre. Dhe kjo do të ndodhë pra një pjesë që quhet afër Dhul Hulejfës, që është mikati, vendi ku edhe haxhit vendosen në ihram dhe pastaj fillojnë që të kryejnë ritualet e umrës ose të haxhit, që është mikati i Ehlul Medines, për banorëve të Medines. Pra, kjo është sa i përket kur do dalë dhe në çfarë rrethanash do dalë Imam Mehdiu, dhe pastaj njerëzit, pasi që ta vërtetojnë se ai është Imam Mehdiu, njerëzit do të fillojnë dhe t'ja japin besën atij dhe do të bëhen grup dhe do të lufton së bashku me muslimanët, do të udhëheq botën pra sipas metodologjisë pejgamberike sallallahu alaihi wasallam, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe brenda kësaj periudhe do të ketë ajo që quhet ndryshe edhe kasaphania e madhe, el melham el kubra, ajo realisht lufta e madhe që do të bëhet pranë mesin e muslimanëve dhe romakëve ose bizantinëve, dhe kjo do të ndodhë në këtë periudhë, pra gjithashtu edhe zbritja e Isës alayhi salam. Gjithashtu besatimin sipas haditheve të cilat na kanë ardhur do të jepet, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Abu Huraira, thot do t'ja japin besën njerëzit këtij burri mes ruknit dhe mekamit të Ibrahimit, që është diku mes gurit të zi dhe mekami Ibrahimit, pra të gjithë njerëzit do t'ja japin besën, që nënkupton se do t'jetë në Mekën
e bekuar. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë se në këtë periudhë caktuar njerëzit do ta mbrojnë Mekën. Do ta mbrojnë Mekën. Derisa të vjen një periudhë kur do të fillojnë ta shkatrojnë Mekën vetë banorët e saj, pronarët e saj, derisa të vije një habeshi, një etiopias, i cili do të filloj që ta shkatroj Qabën gur me gur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka transmetuar në disa hadithe të vërteta se si do të jetë ky person, pa sikur po e shoh një etiopias i zi me këmbë të holla, i cili do të filloj ta rrënoj Qabën gur me gur. Andaj e ka përshkruar si njeri i zi, etiopias dhe me këmbë të holla. Dhe këto janë hadithe pra të vërteta. Ku do dal Imam Mehdiu, thamë se besën do t'ja vajnë në Mekke, me zgurit e zi dhe Maqam Ibrahim, që sipas disa transmetimeve aludojmë se ai do të jetë dhe do dal në Mekë. Kurse pretendimet e njerëzve se do dalë në vendet e tjera nuk kanë bazë dhe nuk kanë argumente për këtë. Imam Mehdiu do të qëndroj në qeverisje dhe në udhëheqjen e muslimanëve, të cilën do ta udhëheqë me drejtësi dhe sipas metodologjisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, diku parafërsisht 7 vite. Dhe ne kemi transmetim ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Imam Mehdiu do të udhëheqë botën me begati të shumta, me shpërndarje të pasurisë, me bereqet të madh, ku Allahu do të çojë bereqet të madh, pra ose 7 vite, ose në transmetimeve tjera vjen 8 vite, ose në një transmetim tjetër 9 vite. Pra kjo do të jetë parafërsisht periudha kur do të qeverisë Imam Mehdiu, dhe këto hadithe që kanë ardhur pra janë hasen të pranuara nga ana e hadithologëve islam. Ajo që ka vlen të cekët gjithashtu se pra do të jetë me metodologjinë e udhëheqjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të gjitha udhëzimet do t'i marr nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i rrëzuar të gjitha ligjet e njerëzve të cilat janë mbushur me padrejtësi dhe me zullum, dhe ligjet e cilat pra nuk e kanë larguar zullumin dhe diktaturën dhe padrejtësinë në mesin e njerëzve, do të zëvendësoj me ligjin e Allahut azza wa jall, ku pastaj toka do të mbizotroj me drejtësi dhe me të mira dhe me begati, të cilat do të shohin vetëm ata njerëz të cilët pra do të jetojnë në kohën e Imam Mehdiut. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar për disa etapa dhe periudha të khilafetit islam, ku ka thënë se do të jetë për një periudhë të caktuar, pra periudha e udhëheqjes pejgamberike, khilafetun nubuwwa, pra khilafet pejgamberik, ku ka qenë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe do të jetë sa don Allahu të jetë, pastaj Allahu do ta largoj. Pas periudhës pejgamberike të udhëheqjes do të vjen një periudhë ku do t'i kaploj njerëzit udhëheqja e sundimit, por do të jetë sundim i drejtë. Dhe kjo do të vazhdoj sa don Allah azza wa jall, vazhdoj, pastaj Allah do ta ngrit këtë udhëheqje, këtë qeverisje, pastaj do të vije udhëheqja e diktatorëve, pra me sundim të diktatorëve dhe të zullumçarëve, dhe do ta lej Allahu këtë lloj të sundimit dhe lloj sistemit sa don Allahu ta lej, pastaj do ta largoj, pastaj në fund të kiametit do të vije përsëri udhëheqja sipas menhexhit dhe metodologjisë pejgamberike që kemi për qëllim, pra Imam Mehdiun, dhe këtë ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gati shumicën e këtyre sistemeve i kemi përjetuar, pra i kemi parë më herët gjatë historisë, dhe ka mbetur për momentin që të vije udhëheqja e sistemit pejgamberik që do të vije me Imam Mehdiun. Andaj, pra të nderuar vëllezër, këto janë disa prej informatave që kanë të bëjnë me Imam Mehdiun, dhe periudha e fundit që do të jetë është Imam Mehdiu do të zbres në Beitul Maqdis, në Palestinë, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të cilat pra ka transmetuar se do të jetë Imam Mehdiu do të zbres në Beitul Maqdis, dhe pastaj do të vijë shumë shpejt kiameti, pra në një periudhë shumë të shkurtër. Gjithashtu në transmetimet e tjera thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të pasojnë, do të ketë një rrjedhshmëri të ngjarjeve. E para do të ndërtohet Beitul Maqdis, pasi që është shkatruar.
do të ndërtohet Beitul Maqdis. Në tjetrën anë do të vazhdoj shkatërimi i Medinës. Dhe pastaj do të ndodh ajo masakra e madhe dhe lufta e madhe, el-Melham el-Kubra që e tham, pastaj do të çlirohet Konstantinopolli për herën e dytë, pastaj do dalë Dejjalli dhe kështu e goditi këmbën dhe kofshën e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe tha këtu do të ndodhin një pas një, tha sikurse që ti je pra në këmbë tash o Muadh ibn Jabal. Pra ja tregoj këtë rrjedhshmëritë të ngjarjeve Muadh ibn Jabalit, pra ato periudhat e fundit që do të ndodhin në kohën e Imam Mehdiut. Gjithashtu ajo çka e cekëm është edhe kasaphania e madhe el-Melhama el-Kubra, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kampi dhe vendi i muslimanëve në ditën e kasaphanës do të jetë në Ghuta, e cila është pra një vend në Damask të Sirisë, që është pra në vendet e Shamit, ku muslimanët do të ndeshen me pabesimtarët dhe do të jetë një kasaphane e madhe që do të jetë pra në vendet e Shamit. Gjithashtu e thamë se prej ngjarjeve që do të ndodhen në këtë kohë është Hedmul Kabe, pra është edhe shkatërimi i Qabes që do të jetë prej një habeshiu etiopiasi me këmbë të holla, i zi i cili do ta shkatërrojë Qaben mur për muri, gur për guri, domethënë ngadalë dhe do të jetë shenjë se kiameti është afruar. Gjithashtu prej ngjarjeve që do të ndodhin është edhe vrasja e bizantinëve dhe çlirimi i Konstantinopollit, siç transmetohet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çlirimi i Konstantinopollit do të jetë prej shenjave të kiametit. Andaj në kohën e Mehdiut do të çlirohet çlirimi i dytë i Konstantinopollit, që është Istanbulli i sodëm, dhe kjo do të ndodh para daljes së Dejjallit. Pra, çlirimi i Konstantinopollit do të ndodh në kohën e Mehdiut para daljes së Dejjallit. Dhe kështu do të ndeshen një pjesë e muslimanëve me pabesimtarët, ku ka disa kategori të muslimanëve që do të ndahen në atë ditë, dhe një e tretë atyre do të dorëzohen, dhe Allahu nuk do t'ja u pranoj pendimin atyre kurr. Një pjesë për tyre do të bien shahid, që Allah azza wa jall do t'i shpërblej me shpërblime të mëdha, pra dhe një pjesë tjetër pra do të jenë prej atyre që e çlirojnë domethënë këto vende, dhe pastaj do të mbretërojë një qetësi në mesin e muslimanëve derisa të vijë periudha kur do të dëgjojnë se ka ardhur Dejjalli dhe pastaj njerëzit do të shpërndahen. Andaj në këtë periudhë do të ndodh ardhja e Dejjallit dhe zbritja e Isës alayhi salam. Dhe kemi hadithe dhe transmetime të ndryshme që Isa alayhi salam do të vijë do të zbresë në kohën e Imam Mehdiut. Dhe do ta fal namazin pas Imam Mehdiut. Transmetimet thonë se Isa alayhis salam do të zbres i biri Merjemes në minaren e bardhë në Damask, në lindje të Damaskut. Dhe atje pastaj do të falet pas Imam Mehdiut, siç kanë ardhur transmetimet të autentike, dhe Sheikh Albani njërin prej tyre ka bërë të vërtetë. Andaj Imam Mehdiu do të falet si imam para Isës alayhis salam, dhe Isa do ta pasojë atë dhe do të gjykojë sipas shariatit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj Isa alayhis salam do të bëhet shkaktari kryesor për vrasjen e Dejjallit, ku do të vritet Dejjalli pasi që e sheh Isën alayhis salam, do të shkrihet siç shkrihet pra kripa në ujë sipas haditheve autentike. Dhe kështu Imam Mehdiu do ta përfundoj periudhën e vet dhe vijnë pastaj shenjat e tjera, vazhdon pra pas përfundimit të Dejjallit Isa alayhis salam, e pastaj shenjat e tjera të mëdha të kiametit. Dhe kështu pra do të përfundoj periudha e Imam Mehdiut si një prej njerëzve të cilët do ta ndryshoj rrjedhën e historisë, dhe pas tij do të vinë shenjat e mëdha të kiametit, ku pra e lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na mundsoj mos ta zëm këtë kohë, e në qoftë se e zëm, Allahu të na ruaj nga fitnet dhe sprovat e mëdha që do t'i kanosen njerëzimit. Andaj kjo sa i përket Imam Mehdiut, për të vazhduar në takimin tonë të radhës për shenjat e tjera të cilat do t'jenë shenjat të mëdha të kiametit, e që është ardhja e Dejjallit
zbritja e Isës a.s. dhe shenjat e tjera në vijim, deri në takimin tonë të radhës, ju lëm në mbështetjen dhe mbrojtjen e Allahut azza wa jall. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.